Një demokrat, një LDK-ist i fuqishëm, i cili ka vizion cila është alternativa Kosovës në të ardhmen, kush mundet mu përball me Zotin Kurti edhe mos me pranu përballje edhe mos me dal humps, normal me fol vetë me veti, ka del për i sale, edhe me ku ka me qu atë tonë, sepse neve në fund ditës partit shkojnë e vinë e liderët e nametet që kjo Kosove e jona dhe brezave që vinë. Na nuk kemi adheve zërë. Prandaj, gjdo tendencë do më hanë, që me lujt, me fatin e këti vani, është tendencë që lunë me fatin tonë, edhe se cilit për nesh. Prandaj LDK unë e kom thonë që është balancu se duhet me mbrojt, është aset kombëtar, kretë në rregull parë. Dy çështje po du me thonë. Nëse në këtë kuvend, nuk, edhe po shihet që ka më shku, këtë kuvend është harnim edhe për një vjetë e gjysë. Po për ata unë e thash, se nuk po thënë se nuk duhet me mendu për atë. Besoni, ka me i prodhu diçka krejt tjetër. Qita njerëz nuk kanë me qenë mo, janë bashkë pjesëmarrës, janë bashkë fajtorë, për këtë ramje fraponte. Dhe e dyta, mos harrojmë kur se është akuzuar Isa Mustafa për qytyjnë njerëzve që janë konjunkturë tash në LDK, që lidhja ti me PDK-n e ka shkatu LDK-n, e pa vërtet, lidhja e LDK-s me VVN, në 19 vërtet, e ka shkatu LDK-n. Për arsye se kështu një parametrat. Lidhja apo zgjidhja? Të dyja bashkë. Lidhja dhe zgjidhja pastaj. Lidhën ajo zgjidh. Problemi është që me PDK-n, LDK-ja në koalicion ka rritje. Kështu një parametrat. Me vetëvendosjen bjen të ajo Romja Madhe, që Romja Lirë që i thujnë, si havari avioni kur pësot. Sepse Albini edhe lëvizja vetëvendosjen e politikat e tyne kanë detronizimin e kundërshtarit. E kanë plan program, e kanë të mendume. Ata nuk rinë në për zyre, në për fotele, në për kafe. Ata, ju e keni po notën e zgjedhë, Albin Kurti dhe 13 gjeshit nuk on teren. Se kom po në i kont LDK-s të levizh në teren. Ma shumë i kom po në për studio. Edhe ato të shit paka shumë demagogji e jo leadership. Si të që, unë e kur s'muj me thonë që Lumir Abdigjik është ma i keqi në atë leadership. Për arsye se nuk ka kërë fajtori, sepse edhe luta, edhe kujtimi, edhe këta të tjerë, mos i përmeni këtë, kanë përgjithësia, s'ka dilim. Kolegë, ku s'kanë thonë nuk bënë që shtu zotni kryetar, se jemi në rrugë gabume. Prandaj, metet si opsion në kuvendit tjetër, metet si opsion do më hanë Vjosa. Kush po thotë që mbetet? Metet, edhe unë po thëmë nëse nuk nominohet për presidente nga VV-ja, Vjosa ka gjas që ta bëj lëvizjen e rrallë. Vjosa është kësi zoën politikon që thujnë këtë e vjetër, e nuk do zohet let. Edhe e dyta është për parim Roma, si opcion. Me këtë kredit e minja që shkojnë për Abdullah Hutin. Për që të me thonë, unë e kom pa kësi kryeministër Abdullah Hutin, ka qenë dhe kryeministrat më të mirë për në rethonat tjera, po të ishin në rethonat normale. Por, kur për një fjallet kapët që këj populli jonë, se i ka thonë atje në takim me Trumpin, i ka thonë Vučići, atë dinë Serbisht ka thonë po malo, ka pak deme. Për që atë fjallë e kanë gëshdu njeriun. A Albin Kurti del mon gjalime një orë, këj bonë. Kë ka drejt. Sa i den ma mirë. Mos boni më kësi ka hazime. Do mon kë ka drejt, që ka duhen me bo, kë edhe me nëzi, kë edhe me rajt. Që po qëndrohen anë hava, kë ka drejt. Sot, kolegë Dortun, në fatimet lutem, sot, mira njerëz po besojnë që dronin Gilan është i vërtet. Mira shqiptarët Kosovët po besojnë që na ja kemi minoti Albinit, e dërison Ministria jo në mbrojtjes, vetë zoti Maqedonci, del edhe thot, as i kemi dhon leje, as nuk dim çka po bëhet, as nuk ka punë ju na hiq. Sepse drën në vend të që qeverisët, toka dhe ajri, pej NATO-s nuk mundesh me bon hajgare ti. Po bon në hajgare, një zotni, i cili ka 51% letiketa dhe 70 që vot kolegja jame, se kom unë e këtë problem të numrave. E kom problemin, e qitu, lidhja demokratike e Kosovës i ka bërgjë këti veni, mos me lonë me rajt dikush. Qa jo është lidhja demokratike e vërtet? Me ka në opozit që shduhet.